Demotivuesi më i madh i opozitarizmit është zoti Berisha, sepse opozita nuk është thjesht Partia Demokratike. Opozita është çdo qytetar që mund të ketë qenë edhe votues i Partisë Socialiste, 1 apo 2 mandate. Pastaj vjen moment që kuptojnë që kjo parti duhet të ikë nga pushteti sepse po bën keq për shoqërinë dhe për vendin. Ky është një opozitar. Nuk është të thënë që duhet të jesh hithtar i Sali Berishës apo fanatik i një partie politike të caktuar si Partia Demokratike për të qenë opozitar. Çdo kush që është në rrugë që mund të jetë kundërshtar i qeverisë quhet opozitar. Dhe këto vota duhet të dihet të mlidhen. Ky popull duhet motivuar, duhet frymëzuar për të dalë qoftë në protest, qoftë për të votuar. Unë mendoj që Berisha nuk e bën dot më këtë gjë. Për ka 36 vjet. Për 2 muaj futemi në vitin e 36. Nuk ka çfarë bën më një politikan. Njerëzit të deshën të japin të kuptojnë më. Nuk e ndjekin. Nuk e ndjekin. Dhe në momentin kur nuk të ndjekin një politikan ka mbaruar.